Zhvatja e qytetarëve europian përmes skemave të call centrave që qendrën e ka në Shqipëri nuk është më një fenomen sporadik. Goditja e pak ditëve më parë nga ana e prokurorisë së Tiranës na tregoi se autorët, duke u kamufluar si agent financiar, arritën të transferojnë mbi 50 milionë euro. Por cilët janë indikatorët që një qytetar ka rënë prej një shoqërie fantazëm? Asnjëherë ti nuk mund të fitosh në një kohë shumë të shkurtër para. Domethënë kushdo që ty të merr në telefon me një ndjesi urgjence që hidhi sot apo investoj sot sepse për 2 ditë do të bëhen 2 fish apo për 3 ditë do të bëhen 3 fish, kjo është një ndër alarmet kryesore, pra ai flamuri kuq i parë. Gjenerimi i këtyre numrave merret nga persona që kanë prirjen për të dashur që të fitojnë. Pra, në momentin që ata futen në një rrjet social, ku ka reklama të ndryshme, fito me një herë apo ti mund të fitosh më shumë dhe i klikojnë këto reklama, ti kuptojnë që ai është i predispozuar psikologjikisht për të luajtur në këto skemat sepse do një fitim shumë të shkurtër. Të numrat të ndryshëm kanë çmime të ndryshme në bazë të asaj që sa mund të përfitosh nga individi i caktuar apo sa është i gatshëm ai për të shpenzuar. Me qindra njerëz, thot ekspertja, mashtrohen çdo ditë ndërsa vëre se janë moshat mbi 50 vjeç, ata që më së shumti bien në grack për shkak të padijes financiare. Por sa është probabiliteti që paratë të merren mbrapsht dhe si funksionon skema? Nëse ata investuan 500 euro në momentin e parë, kishin një mundësi që të merrnin 1000 euro mbrapsht. Dhe duke qenë se natyra njerëzore është patjetër ambicioze, ajo ambicia nuk i la që të parat i merrnin, por ata i riinvestuan përsëri. Në momentin që ti i riinveston përsëri, është probabiliteti 0 që ti marrësh mbrapsht. Është një platformë që është demo dhe organizatorët që janë pas mund të luajnë me numrat ashtu siç dëshirojnë ata dhe ty të prezantojnë një fitim i cili është fitim i rrem, pra që paratë tua po rriten nga 300 që ke investuar sot ke 600, nëse ke 900, por këto para nuk i merr asnjëherë, nuk i merr kurrë. Paratë që pretendohet se janë investuar në këtë mënyrë bëhen plotësisht të pagjurmueshme përmes parajsave fiskale. Paratë e tyre i kanë depozituar me karta krediti, pra në sensin që nëpërmjet një llogarie bankare. Dhe më pas kalojnë në bankat e krijuara po nga këta organizatorë, pra që kanë bankat e tyre të krijuara në Shqipëri, në Maltë apo në vende të tjera, pra offshore. Pra të kriptovalutat janë përdorur si një lloj skeme, po e them, që të gjitha personat që donin të investonin, pra përdorin kriptot për investimet e tyre. Ndryshimi rrënjësor mes një kompanie që mashtron dhe një tjetre që në thelb ka vërtet konsulencën financiare është që në rastin e parë është agjentia i cili të kontakton, ndërsa në rastin e dytë është vetëm investitori ai i cili kontakton të ashtu quajturin broker.